Qytetarë të nderuar, këtu jemi në qytetin e Gjilanit të kjo motra jonë e cila jeton me një djalë jetim. Kjo motra jonë e ka ki djalë të semuar, jeton në gjendje shumë të mjerushme, ka nevoj për pak ushqimore, ka nevoj për dru dimrit, ka nevoj për veshmbatje, ka nevoj për strehim, por ka nevoj që ti dalimi në ndim edhe me një lavatriqe. Mendimin e një vllau ton Adnan Bajramit e gëzuam këtë jetim me pak ushqimore me veshmbathje. Ju kisha lutë që të shikojmë së bashku dhe t'i dalimi në ndim së bashku. A jetohet që gjendje me djallë, çdo të jave që djallin në për spitale, krejt janë këtu të kalpta, krejt janë era myk i vjen, nuk jetohet kështu, djalli po më smut, kam nevojë edhe për bana, nuk po më asiguru. Aty është kalp, krejt, nëse ka mundësi dikush në i kuzhinë, në i diçka, që është mundësia, më asiguru, frizi është shumë i kalp, por vjedh ujë pej poshtit, jam që të kushtet rana, amon prej Zotit, kush ka mundësi dikush me ndimu, për hatër që ati thmije, inshallah Zotit javë shpërblinë edhe juve në dynjore krejve. Faleminderit për juve. Besoj që dikush ka me bora met, amoni ju ku, që gjendje që shpeship në ju, as dyshmarin mu se posha se le, mo që 6 vjetë që orë ku me hekë, për që të mujtë, po më tribu, për që të tribu, s'ku mujtë, kur gjë me adal. S'ku mujtë vetë, kur gjë me adal, jam një non shumë e vetëmuar, jam një non që shumë ku më hekë, ku më flejnë në përpar që vetëm për që djali ku më bo, por nuk po moj ma. Nuk po moj ma, jam lonë ma. Vazni e mundër që shikone, nëse nuk besoni, gjoj të isha ndorë, munura të qysh me i do, po të isha për bështir me i do, se ka një njërë, kanë sene, djali është ende pakti, kam gjendet, jo të mirë shëndesure, kam ende me pampersa, nuk ka mundësi me i dhe pampersa, munura që të isha me i do në vetë në dorë, kush po një ramet, amoni o kop një maqin të isha, me ma plu, qka të mërit, qka këtë një mundësi, inshallah Zotë edhe juve si ju harran, si ju hu, inshallah qëtër kësim familje kjeri, ju kësha lutë amoni dikosh, vetëm një maqin të isha, më siguru dikosh, kush të keni mundësi. Jam të uta Orana, jam me një djallë të mi 6 vjeqar jetoj, djallën e kam të sëmur, duhet me shumë terapia, ilashet po më kushtojnë shumë shtrejt, më kanë thonë për me qu për privat, nuk kom pas mundësi me qu, kam nevoj për pak ushqimore, kam nevoj për sene, diçka për shpit që keni mundësi na i frezu se diçka ma qimë tesha, nuk kam që 2 muj det, jam shumë keqës, murë për onaza dhe vetë, nuk s'kam mujt me i ble ilashet, kam që 2 muje diçka jam të da tesha ndorë, nuk kam mundësi, djali po mi lyp çdo sen, nuk po kam mundësi mja ble, s'kam pas dje, as tos me i ble në shkollë me qu, bukën qa, ketë kushia që të parni pak a shumë më dimojnë, ma falin. Do me thonë jam gjendje të ranë, ju kisha lutë për hirë që të djallit, nëse është mundësia, edhe nëse për shambull edhe nëse vdes, nëse mune edhe naj mundësin me një strehim dikun, qka du koftë vesh një dhomë, diçka vesh për që të minë temë, diçka që edhe nesër me dek ta di që a vdeku më lonë dikun me jetu. Kjo shtëpia nuk është e jotja? Jo, nuk është e imja shtëpia, nuk ka mundësi vëllame, ku me shku, 2-3 herë ku më flejnë parqe, ku më jetu edhe na për banesa, 6 muj, edhe atë qa ku muj, që shtë copa me pagu, qka s'ka muj. Jëm dali, ku më flejt edhe në park me djali, mu ka smu djali, 3 muj dite ku më pasën në kohë, në Prishtinë, spitali, kam edhe dokumentat që u ka marrë një sol në tru, prej stofti, temperaturës nalë, ju kisha lutë krejve, kush ka mundësi me mdimu, inshallah Zoti Allah ja shpërblin krejve. Po ashtu e falenderoj edhe Adnan Bajrami që me ka mundësu dhe ushqimat na pru, për fëmi, për djalin tem, për veti, faleminderit, inshallah Zoti ja shpërblen edhe Adnanit, bashkë me personelin e vetë. Ma shpresoj që edhe për juve, nëse ka mundësi dikush një maqin të esha, ju lu kisha lu 2 muj det jam për unazave smut, nuk po moj më me lo të esha ndorë, djali që ashtu po më hek, ju kisha lu dikush kush ka mundësi, edhe më ma bona i mundësi për dru, jam shumë keq, jam e gajbe të nëzhe, nuk kam mundësi me bledru, as kur gjë
Qatë keni mundësi, inshallah Allah e krejve ja u shpërblen, me tonat mirat, inshallah edhe juve ju gëzon Zoti krejve. Edhe po ashtu edhe pe Adnanit, falenderit shumë. Inshallah Allah edhe këtyve ja shpërblen me gjithë mirat, gjithmonë. O vllazni të nderuar, të lajmi urrejtjen, nuk e bëj këtë punë për emën, por e bëj për Allah. T'i gëzojmi jetimat së bashku, t'i gëzojmi skamnort, jetimat po na presin.